Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka vijuar aktivitetet e fushatës zgjedhore me takime të drejtpërdrejta me qytetarët dhe përfaqësues të esnafit lokal në qytetin e Gostivarit. Në bashkëbisedimet me esnafin, Limani prezantoi disa nga pikat kryesore të programit të tij zgjedhor, duke veçuar masat për nxitjen e sipërmarrjes lokale. Sipas tij, programi parashikon mbështetje financiare për të rinjt përmes 30 start-upeve me nga 60.000 denar, si dhe përkrahje për nisma biznesore të grave dhe vajzave. Ndërkohë, kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka zhvilluar takime banorët e lagjës Mllaki në kuadër të aktiviteteve të tij zgjedhore, ku ka bashkëbizetuar me qytetarët dhe ka dëgjuar shqetësimet e tyre lidhur me zhvillimin e lagjës. Sipas Bejtës, banorët kanë përmendur se disa nga investimet e vetme të bëra më herët datojnë nga mandati i mëparshëm i tij, ndërsa këto projekte nuk janë mirëmbajtur dhe janë lënë pas dore nga autoritetet komunale. Bejta deklaroi se Gostivari ka nevojë për një qasje më funksionale në menaxhimin e qytetit dhe për investime të barabarta në të gjitha lagjet. Ai theksoi se zhvillimi urban dhe përmirësimi i kushteve të jetesës duhet të jenë prioritet për administratën e ardhshme komunale.